për ju që mund të jetë më e bukur, një nga më të bukurat e jetës, kemi pasur një presion të jashtëzakonshëm. Duhet të nxjerrim të gjitha dieta. Natyrisht ka qenë dhe konteksti kohës, sepse nëse do shkojmë në universitet të duhej mesatarja. Por kjo ideja, domethënë, që duhet i kishe të gjitha dieta, të shkëlqeje dhe mbi të gjitha krahasimi me të tjerat. Ishte djali i tij, ishte vajza e saj. Dhe kjo më krijoi një të ndjerë pamjaftueshme. Revoltoheshe? Kur unë shkova në Itali për shkak të studiuar në Universitet Shkencat e Komunikimit, zëri tyre vazhdonte brenda kokës time, duhet të jesh më e mira, duhet të shkëlqesh, duhet të marrësh të gjitha 3 dieta. Mirë, ke parasysh ti shkon një herë, sa fillon studion, punon dhe studion. Provimi i parë që unë bëra e drejta publike, për shembull, mora 26 në 30. Kur të gjithë festonin që e kishin kaluar, unë kam qartë 3 ditë, sepse për mua kisha falimentuar që s'kisha marrë 30 maksimale. Në universitetin, brenda me ishte një grop që më mbushë asnjëherë. Edhe bëja dhe një specializim tjetër, edhe një shkollë tjetër, duke i mbushur me certifikata në mënyrë që të ndihesh ose duke menduar që do arrinte një nivel dhe që nëpërmjet formimeve dhe certifikatave do arrinte një pikë që do ndihesha më mjaftueshme. Po, përveç faktit që të ndjerët e më mjaftueshme është nga frikat kryesore të njerëzimit, këtë duhet ta themi. Por pastaj e kuptova që të ndjerët e mirë mjaftueshme është një ndjesi, është një qasje mendore dhe atë vlerë vetëm ti mund t'ja japësh vetes tënde dhe nuk ka certifikat që mund të ta japi atë gjë.